Disa thonë kam magji, nuk mundem të martohem. Shpesh këtë kom dëgju. Gjin e kanë njohur njerëzit edhe para kohës Muhamedit alayhis salam. Sallallahu alaihi wasallam. Shoqëri të ndryshme, edhe të jo muslimanët e din magjien këtë. Po. Se ajo ndodh. Magjia aq nuk duhet ta mohojmë se nuk ndodh ajo. Mirë po, magjia mundet me ndodh për fëmijë, mundet me ndodh për martesë, mundet me ndodh për punë, mundet me ndodh për rrezik, mundet në shumë aspekte mundet me ndodh. E një prej tyre ndodh edhe në martesë. Po jo çdo herë kije magji. Jo çdo herë kije magji, po për këtë duhet më konsultu me ndonjë hoç apo me ndonjë rukjexhi i cili është pak i sinqert. Se rukjexhit mos mendo se çdo kush që frin edhe ban rukje e ka atë me sinqeritet. Njerëzit edhe në punën e rukjes janë duke bën disa gjona jo të hishme, e kanë abuzime, komercializuar shumë këtë punë. Edhe shkojnë njerëzit për pak e për shumë, kije magji edhe i bojnë vezvese njerëzit. Te ne ka vezvese shumë. Ka vezvese. Një shembull po bëj thjesht. Po. E një grua dikun në familje, merre një pargërshon. E një fostan dikun, veç preja pak. Garantoj, nuk u bën ajo vezvese me nga në përkësi rukjexhi mitët. Pse? Që e gjinët ma banan, këtë ma banan. Bëhet vezvese njëri, jo që ka diçka, apo vojet. Kelps ne i thojmë. Jo se di se i thoni këtone, kelps janë si lloj, jo mi, po as bukur, ato i mbledhin vojet. Ata shki, Allahu çdo krijesë e ka dhënë rrezikun e vet. Për shembull, lethijet. Na përmal bon na për vene fella shumë. Edhe ato kitrët mbledhin lethija kur vjen e koha tash lethijeve. Mbledhin lethija edhe i shtin në për vrimat fella ku s'mundet me deportu njeriu. Së një gjon. Me shku me ja gjetë atë venin ku i ka ato lethijet. 50 kg, 60 kg, 100 kg mundesh me gjetë lethija. Apo vetëm ajo e di ku janë. Për çka i çon atje? E siguron ushqimin për një vjet. E siguron ushqimin për një vjet. Kitra. Kelpsi është hina për vrim, mundet me hi që në pronos mundet me hi, se është pak pa ashtë. Hi ku sta mërmenja. Ato vojet i hanë shumë. Edhe une e kam po për rrugë, për asfalti, se e ban vojen. Që sel, ata, Allah ja ka mundsuar ati asaj krijese. Edhe ajo, ka makesh në hoxhak, dikun në shpinë, tavan, tran, dikun ku sta mërmenja, edhe ai ku nuk e merr menja se njëri shkon me gjet vojën, shkon e mshen, e ka ushqim për vete ata. Ai e mshen për vete ushqim. Edhe kur e gjon dikush, që magjina bana neve. Shkon te rukjexhia, magjia e gjinë te ka punë tavan. Jo, se ka prunë se na edhe në katone dhe i kena pa edhe me si, kejtë se si i ban kelpsi. E kur shkon, të bojnë vezvese pak ma shumë. Po jo mëraja ka ushqim ata për me hangër këtë. Thashtë nuk duhet me mohu që nuk ka magji. Hoq, Allah që përbleft që e ceket që këtë se ka shumë pyetje që na vinë neve që të thënë e kum gjetë nevoje në tavan, e kum gjetë nevoje në banjo, e kum gjetë nevoje këto, do më thonë që kjo çështja e kelpsi, do më thonë. Nuk e di jo këtu në Shkup, se i thonë na kelps e përdorëm këtë fjalë, ai i ban vojë. Do më thonë një krijesë e cila i ban vojë tani tek ne pse ka ushqim. E ka ushqim ata, ajo e ka ushqimin e vet. Edhe njerëzit tash për pak e për shumë ti bojnë vezvese, njerëzit të kenë klienta më shumë, të kenë atane, po nuk duhet me manipulu me njerëzit. E mundet edhe magjia me qenë edhe në martesë. E kjo ka nevojë për rukje, për një rukjexhi të sinqert.